Djali i milionerit kishte pështyr mbi çdo dado. Mbi të gjitha. Askush nuk kishte arritur ta mbante në krah pa u goditur, pa u kafshuar, pa u refuzuar. Por kur Bruna Vasconcelos, e veshur me uniformën e saj blu të pastrimit, u ngjit ngadalë shkallëve të shërbimit, diçka e pazakon ndodhi. Ai shtriu krahët e vegjël drejt saj, i preku faqen me një puthje të butë dhe ra në gjumë sikur, për herë të parë në jetën e tij, kishte gjetur një prerë të vërtetë. Ajo donte vetëm para për të bler ilaçet e nënës së saj, por pa e ditur, po hynte në një botë ku përkëdhelja ishte skandal dhe ku të duaje një foshnjë mund të kushtonte dinjitetin. Britma e mprehte Raulit çau ajrin e apartamentit luksos në Faria Lima. Djali i vogël, vetëm 1 vjeç e disa muajsh, ishte bërë i kuq nga të qarat, me duart e shtrënguara në ajër sikur po luftonte kundër gjithë botës. Vicente Navarro qëndronte përballë tij, me kostumin e shtrenjtë të njollosur nga pureja e frutave që djali ja kishte pështyr. Burri që friksonte investitor dhe blinte kompani me një telefonat, tani dukej i pafuqishëm. Duart i dridheshin ndërsa shikonte të birin që refuzonte gjithçka dhe këdo. Dadoja e fundit, një grua me përvojë dhe diploma, hodhi përparsen në tokë dhe u largua duke përplasur derën. Ajo tha se nuk mund ta duronte më. Djali e kafshonte, e gërvishte, e pështynte. Ajo hoqi dorë. Ishte e teta në pak javë. Hapat e takave të saj u zhdukën në korridor dhe heshtja mbushi shtëpinë. Por heshtja zgjati vetëm pak sekonda, sepse të qarat e Raulit u kthyen edhe më të forta. Apartamenti i madh, plot mermer dhe dritare gjigante, nuk dukej më madhështor. Dukej i ftohtë, bosh, si një muze pa jetë. Që kur e ama kishte vdekur, djali nuk pranonte askën. As tatin. As dado. As infermiere. Vicente u ul pran krevatit të vogël dhe kaloi duart në flokët tashmë të thinjur. Ai mund të blinte botën, por nuk mund të blinte qetësinë e të birit. Ndërkohë, në ashensorin e shërbimit, Bruna ngjitej drejt katit të fundit me karrocën e pastrimit. Syt i digjnin nga lodhja. Kishte fjetur vetëm pak orë pasi kishte kaluar natën në spital me nënën. Dalva ishte e sëmur rënd dhe ilaçet kushtonin më shumë se sa fitonte ajo në muaj. Çdo monedh ishte shpresë. Çdo turn ishte një betejë. Ajo nuk kishte luksin të pushonte. Bruna e njihte mirë atë korridor. Gjithmonë punonte natën, kur të gjithë flinin. Por atë natë gjithçka ishte ndryshe. Nga apartamenti i madh vinin britma fëmijë dhe zëra të tensionuar. Ishte një e qarë që të shponte zemrën. Një e qarë që ajo e njihte. Ishte e njëjta që kishte bërë vetë kur ishte e vogël dhe nëna e saj punonte deri vonë, duke e lënë vetëm. Ajo vazhdoi punën në heshtje, duke tharë dyshemen, duke mbledhur ujin e derdhur nga një tub i plasur. Shtëpia ishte plot mobilje të shtrenjta, piktura, tapete persiane. Një botë që nuk i përkiste. Por të qarat vazhdonin. Sa më shumë dëgjonte, aq më shumë i shtrëngoi gjoksi. Nuk ishte thjesht bezdi. Ishte dhimbje. Kur kaloi pranë dhomës së fëmijës, dera ishte pak e hapur. Një dado e re fliste në telefon, e mërzitur, duke u ankuar vetëm për paratë. Ajo nuk e shikonte fare foshnjën. Rauli ishte zgjuar, i vetëm në krevat, duke lëvizur duart pa drejtim. Syt e tij të gjelbër u ndeshën me ata të Brunës. Koha sikur ndaloi. Ai nuk qau. Vetëm e shikoi. Si të kërkonte diçka. Si të njihte diçka. Instinktivisht, Bruna vendosi gishtin në buzë dhe përshpëriti se gjithçka do të ishte mirë. Djali u ngrit në këmbë, u kap pas hekurave të krevatit dhe zgjati krahët drejt saj. Zemra e saj rahu fort. Nuk ishte detyra e saj. Mund të kishte telashe. Por diçka e padukshme e tërhoqi. Ajo hyri ngadalë në dhomë dhe e mori në krah. Rauli u hodh drejt saj pa frikë, sikur ta njihte prej vitesh. U mbështoll rreth qafës së saj dhe vendosi kokën mbi shpatullën e saj. Trupi i vogël u relaksua menjëherë. Frymëmarrja i u bë e qetë. Për herë të parë nuk kishte tension. Nuk kishte britma. Vetëm paqe. Bruna e lëkundi butësisht duke i përkëdhelur shpinën. Ajo nuk po bënte asgjë të veçantë. Vetëm atë që nëna e saj kishte bërë gjithmonë me të, dashuri të thjeshtë, të sinqertë. Dadoja u kthye dhe u shtang. Nuk e kuptonte si ishte e mundur. Djali që refuzonte këdo, tani rinte i qetë si engjëll në krahët e një pastrueseje.
Në atë qast, në derë u shfaq Vicente. Ai u ndal. Nuk lëvizi. Syt i mbushën me mosbesim. Djali i tij nuk po qante. Nuk po luftonte, nuk po pështynte. Po buzëqeshte. Pastaj Rauli u përkul përpara dhe i dha Brunës një puthje të butë në faqe. Një gjest i vogël, por i mbushur me besim. Me dashuri. Heshtja që pasoi ishte e thellë. Vicente ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Shpresë. Ai kuptoi se mes gjithë luksit, parave dhe kontrollit, i kishte munguar gjëja më e thjeshtë në botë, ngrohtësia njerëzore. Bruna nuk kishte diploma prestigjioze. Nuk kishte përvojë si Dado. Nuk kishte asgjë përveç një zemre të madhe dhe duarve që dinin të përqafonin. Dhe për atë fëmijë, kjo ishte gjithçka. Atë natë, ndërsa djali flinte i qetë në krahët e saj, Bruna kuptoi se kishte hyrë në një botë që nuk ishte e saj. Një botë ku dashuria dukej si gabim dhe ku klasat shoqërore vendosnin kufi të padukshëm. Por, pavarësisht frikës, ajo e dinte se nuk do ta harronte kurrë atë moment. Sepse ndonjëherë një fëmijë nuk ka nevojë për pasuri, për lodra të shtrenjta apo për Dado perfekte. Ka nevojë vetëm për një prerë që të ndihet si shtëpi. Nuk e di pse e bëri këtë, belbëzoi Bruna, e turpëruar dhe e hutuar. Ai kur nuk e ka bërë këtë me askën. Vicente u afrua ngadalë, me sytë plot emocione. As me mua nuk sillet kështu. Rauli e pa të atin, pastaj Brunën, sikur po i krahasonte të dy. Pastaj zgjati njërën dorë të vogël drejt Vicentes, por tjetrën e mbajti fort të kapur pas bluzës së Brunës. Babi, murmuriti qartë, duke i habitur të gjithë. Vicente ju afrua më shumë dhe i preku butësisht dorën. Përshëndetje, i vogli im, je mirë? Rauli buzëqeshi dhe kësaj here i puthi dorën të atit. Ishte sikur prania e Brunës e kishte qetësuar mjaftueshëm për të pranuar edhe dashurinë e tij. Kush je ti? Pyeti Vicente me zë të dridhur. Bruna Vasconcelos, zotëri. Punoj në pastrim. Erdha për problemin me tubin. Vicente pa djalin e tij të relaksuar në krahët e një gruaje që sapo e kishte njohur dhe mori një vendim që do të ndryshonte jetën të gjithëve. Ai nuk mund t'i hiqte syt nga ajo skenë. Djali që refuzonte çdo njeri tani rinte i qetë, duke luajtur me gishtat e saj dhe duke buzëqeshur. Ishte një buzëqeshje që ai nuk e kishte parë prej muajsh. A ke përvojë me fëmijët? Pyeti ai. Kam kujdesur për fëmijët e lagjes kur isha më e re, por kur si Dado profesionale, u përgjigj ajo duke e lëkundur lehtë Raulin. Dadoja e punësuar qëndronte aty e parehatshme. Ndoshta duhet të largohem. Ai e preferon atë. Vicente e pa me zemërim. Ajo ishte aty vetëm përpara. Po, mund të ikësh. Puna jote mbaroi këtu. Ajo mori çantën dhe u largua pa kthyer kokën. Zotëri, duhet të vazhdoj punën time, tha Bruna me zë të ulët. Ka ende ujë për të pastruar. Harroje ujin, u përgjigj Vicente. Duhet të flasim. Ai u ul përballë saj. Djali im nuk pranon askën që nga vdekja e nënës. Kam punësuar nënt Dado. Asnjë nuk lidhi dot me të. Ndoshta i duhet kohë, sugjeroi Bruna. Ai nuk ju urren. Një fëmijë i vogël nuk di çfarë është urrejtja. Ai po vuan. Si e di? Pyeti ai. Sepse kam kaluar të njëjtën gjë. Babai im iku kur isha e vogël. Nëna punonte gjithë ditën. Gratë që më mbanin nuk më jepnin dashuri. Vetëm detyrim. Por nëna më përqafonte çdo natë dhe më bënte të ndihesha e veçantë. Kjo është ajo që i duhet Raulit, dikush që ta doj me të vërtetë. Zëri i Vicentes u drodh. Unë e dua djalin tim më shumë se çdo gjë. E di, por ndoshta ai ka nevojë të ndiejë siguri para gjithçkaje. Ai heshti duke parë Raulin që flinte i qetë në krahët e saj. Bruna, dua të bëj një propozim. Dua të punosh si Dadoja e Raulit. Ajo u shtang. Unë jam vetëm pastruese. Departamenti im dështoi shumë herë. Djali im të zgjodhi ty, kjo vlen më shumë se çdo diplomë. Do të paguaj 3 fishin e rrogës dhe do të mbuloj trajtimin e plot të nënës tënde në spitalin më të mirë. Sytë e saj u mbushën me lodh. Si e dini për nënën time? E mora vesh. Është një marrëveshje e drejtë. Djali im ka nevojë për ty dhe ti ke nevojë për ndihmë.
Ajo pa Raulin që flinte I qetë duke mbajtur gishtin e saj. A jeni I sigurt që doni dikë si unë? A di të duash një fëmijë që vuan? Kjo mjafton. Ajo përshpëriti, pranoi. Javët që pasuan sollën një ndryshim të jashtëzakonshëm. Rauli qeshte, luante, e thëriste Brunën buna dhe shtëpia u mbush me jetë. Vicente I shikonte nga dritarja teksa ajo vraponte pas tij në kopsh. Të qeshurat e djalit I ngrohen zemrën. Për herë të parë pas shumë kohësh, ai ndihej I lehtësuar. Por një ditë erdhi Leandro Bastos, kunati I tij dhe kujdestari ligjor I fondit të Raulit. Ai ishte serioz dhe I ftohtë. Duhet të flasim për djalin. Kam dëgjuar që ke punësuar një pastruese si Dado. Kam punësuar një grua që e do djalin tim. Kjo nuk mjafton. Ai është trashëgimtari I një perandorie. Nuk mund të rritet nga kushto. Ajo e bëri të buzëqesh përsëri. Kjo ka më shumë vlerë se çdo diplom. Leandro nuk u bin. Po e zëvendëson kujtimin e motrës sime. Vicente u zemërua. Ajo po e ndihmon të jetoj. Kur Bruna hyri me Raulin në krah, djali u fshe në qafën e saj. Leandro e pa me shqetësim. Ai mezi më njeh mua. Sepse ajo kalon ditën me të, tha Vicente. Dashuria krijon lidhje. Disa javë më vonë shpërtheu skandali. Fotografi të Vicentes, Brunës dhe Raulit në park u përhapën në rrjetet sociale. Titujt I quanin histori interesi, mashtrim, marrëdhënie të dyshimta. Investitorët u shqetësuan. Telefoni I tij nuk pushonte. Imazhi yt po dëmton kompaninë, I than. Vicente ndjeu zemërimin të rritej. Ishin gënjeshtra. Por bota nuk donte të vërtetën. Bota donte thashë theme. Ai pa Brunën duke mbajtur Raulin me dashuri dhe kuptoi se, pavarësisht gjithçkaje, nuk do ta pushonte kurrë. Sepse ajo nuk ishte thjesht një pastruese. Ajo ishte personi që I kishte kthyer jetën djalit të tij. Leandro Bastos kishte paraqitur një kërkesë zyrtare në gjykatë duke vënë në dyshim aftësinë e Vicentes për të kujdesur për Raulin. Ai po e akuzonte për neglizhencë dhe sjellje të papërshtatshme. Kur avokati ja tha këtë në telefon, Vicente ndjeu sikur bota u shem mbi të. Një kërkesë emergjente për rishikimin e kujdestarisë. Fotografi, deklarata, dëshmi. Madje disa nga ish Dado që ai kishte pushuar pretendonin se djali kishte qenë normal, derisa Bruna kishte hyrë në jetën e tyre. Ai mbylli telefonin dhe pa Roberton, I cili kishte dëgjuar gjithçka. Tani e kupton sa serioze është situata, tha ai me zë të ftohtë. Nëse do ta mbash kujdestarin, duhet ta pushosh atë grua sot. Vicente e dinte që nga ana ligjore kishte kuptim, por zemra e tij nuk pranonte. Si ta largonte personin që djali I tij e donte më shumë se çdo gjë. Kur u kthye në shtëpi, e gjeti Brunën dhe Raulin ulur në tapet duke ndërtuar një kull me kuba shumë ngjyresh. Sa herë që kulla rrëzohej, Raul qeshte me gjithë shpirt. Ishte një tingull I pastër që mbushte shtëpinë me jetë. Babi, bërtiti ai dhe vrapoi drejt tij. Vicente e ngriti në krah dhe ndjeu një dhimbje të thellë në kraharor. Si mund t'i hiqte këtë lumturi? Bruna, duhet të flasim, tha ai me zë të rëndë. Ajo ul përballë tij, e shqetësuar. Ai I tregoi për gjyqin, për akuzat, për fotot që po qarkullonin në internet dhe për shpifjet që e quanin mashtruese. Sytë e saj u mbushën me lodh. Po më quajnë sikur jam pas paras suaj, përshpëriti ajo. Raul u afrua dhe I preku gjurin. Bruna trishtuar, pyeti me pafajsi. Ajo e përqafoi fort dhe buzëqeshi me zor. Vicente ndjeu zemrën t'i coptoi. Avokati im thot se për të fituar duhet të dukem I qëndrueshëm, vazhdoi ai. Dhe prania jote mund të përdoret kundër meje. Bruna e kuptoi menjëherë. Pra duhet të largohem, tha qetë. Ai u përpoq të kundërshtonte, por të dy e dinin të vërtetën. Nëse e humbte kujdestarin, nuk do ta shite më kurrë djalin. Ajo e puthi Raulin në ballë dhe I tha se duhej të shkonte të kujdesej për gjyshen e sëmurë. Djali u përpoq të ishte I fortë, por sytë I mbushën me lodh. Shtëpia u kthye në heshtje. Ditët që pasuan ishin të errëta. Raul qante gjithë kohës, nuk hante, nuk flinte mirë. Kubuna përsëriste pa pushim. Asnjë Dado tjetër nuk e zëvendësonte. Vicente gënjente çdo ditë, duke thënë se ajo do të kthehej, por çdo herë që e thoshte, ndjente se po thyej nga brenda.
Në spital, Bruna rinte pranë nënës së saj Dalva. Parat ndihmonin për trajtimin, por zemra e saj ishte bosh. I mungonte Rauli. I mungonte mënyra si ai e përqafonte dhe e thëriste me zë të ëmbël. Ajo nuk i tregoi nënës të vërtetën, vetëm buzëqeshi dhe tha se gjithçka ishte në rregull. Në ditën e seancës gjyqësore, Vicente ishte më nervoz se kurrë. Salla ishte plot. Leandro u ngrit dhe filloi të fliste me siguri, duke akuzuar për papërgjegjshmëri. Tha se kishte punësuar një pastruese pa arsim për të rritur trashëgimtarin e familjes. Tha se ajo nuk kishte trajnim, nuk kishte njohuri, nuk ishte e përshtatshme. Çdo fjalë ishte si helm. Kur erdhi radha e mbrojtjes, avokati i Vicentes thiri një dëshmitare, infermieren kryesore të spitalit. Ajo tregoi se Leandro ishte përpjekur ta korruptonte për të gënjur kundër Brunës, duke pretenduar se ajo kishte braktisur nënën. Salla shpërtheu në murmurima. Gjykatësi hodhi poshtë kërkesën dhe urdhëroi hetim për ryshfet. Vicente doli nga gjykata pa pritur asgjë tjetër dhe u nis drejt spitalit. Gjatë gjithë rrugës mendonte për fjalët që do t'i thoshte. Kur hyri në dhomë, pa Brunën pranë shtratit të nënës. Ajo u ngrit e habitur. Fituam, tha ai me frymë të shkurtër. Dhe kam ardhur të kërkoj falje. Të lutem, kthehu. Ai pranoi se kishte qenë frikacak. Se kishte zgjedhur rrugën më të lehtë. Se i kishte lënduar të dy. Pastaj i rrëfeu se e donte. Jo si punëdhënës, por si burr. Se ajo i kishte mësuar çfarë do të thoshte të ishte baba, para se ajo të përgjigjej, dera u hap me forcë. Raul hyri duke vrapuar. Buna. Ai u hodh në krahët e saj dhe qau nga gëzimi. Ajo e përqafoi fort duke qarë bashkë me të. Vicente i pa dhe kuptoi se kjo ishte familja e tij. Dalva buzëqeshi nga shtrati. Mos e lini dashurinë të ikë, tha me zë të dobët. Jeta është e shkurtër. Vicente i kërkoi Brunës të kthehej në shtëpi. I premtoi se nuk do ta linte më kurrë. I premtoi se do ta mbronte nga gjithçka. Raul duartrokiti me gëzim kur dëgjoi fjalën shtëpi. Pak kohë më vonë, Vicente i kërkoi të martohej me të. Ajo tha po mes lotësh. Për herë të parë nuk kishte frikë nga dallimet, nga thashethemet apo nga bota. Kishte vetëm dashuri. Shtëpia që dikur ishte e ftohtë u mbush me të qeshura. Raul flinte i qetë duke mbajtur dorën e Brunës. Një natë ai u zgjua nga një ëndër e keqe dhe pyeti nëse ajo do të largohej përsëri. Ajo e përqafoi dhe i pëshpëriti, jo, biri im. Tani jam mami yt për gjithmonë. Ai buzëqeshi dhe u kthye në gjumë. Dhe kështu, në vendin ku dikur kishte vetëm para dhe vetmi, lindi një familje e vërtetë. Sepse dashuria nuk matet me diploma, me pasuri apo me status. Ajo lind nga një zemër e sinqertë që zgjedh të qëndrojë. Dhe kjo ishte gjithçka që Raul kishte nevojë. Trashëgimtari i një prej familjeve më të rëndësishme të São Paulos, tha Leandro me zë të lartë, duke e bërë sallën të heshtë. Ai fliste me sigurinë e dikujt që besonte se tashmë kishte fituar. Një fëmijë i tillë nuk mund të rritet nga një grua pa arsim, pa trajnim, pa përgatitje bazë për kujdes shëndetësor. Është e papranueshme. Avokati i Vicentes u ngrit për të kundërshtuar, por gjykatësi ngriti dorën. Lëreni zotin Bastos të përfundoj, tha me ton autoritar. Leandro vazhdoi duke shfletuar dokumentet. Raul ishte një fëmijë normal që vuante vetëm mungesën e nënës. Por pasi kjo grua hyri në shtëpi, ai u bë i varur në mënyrë të sëmur nga ajo, duke refuzuar profesionistë të kualifikuar. Kjo nuk është dashuri. Kjo është manipulim emocional. Vicente ndjeu gjakun t'i vloi. Duart ju shtrënguan në grushta, por u përmbaj. Ai e dinte se çdo shpërthim do të përdorej kundër tij. Për më tepër, shtoi Leandro, fotografitë e publikuara në media tregojnë vëllain tim në situata të papërshtatshme me këtë punonjëse, duke sugjeruar një marrëdhënie përtej profesionales. Kjo dëmton formimin moral të fëmijës. Kjo është gënjeshtër, shpërtheu Vicente pa u menduar. Zoti Navarro, ju lutem, e paralajmëroi gjykatësi. Leandro buzëqeshi lehtë, i kënaqur. Kërkoi që kujdestaria e Raulit të transferohet tek unë. Unë mund t'i ofroj stabilitet, edukim dhe një mjedis të denjë. Kur erdhi radha e mbrojtjes, avokati Marcos u ngrit me qetësi. I nderuar gjykatës, para çdo gjëje, dua të thëras një dëshmitare që mund të sqarojë shumë nga këto akuza.
Pyeti gjykatësi. Helena Santos, krye-infermiere në spitalin Sojos. Vicente Uhabi. Nuk e dinte që ajo ishte thirrur. Një grua rreth të 50-ave hyri në sallë dhe bëri betimin. Zonja Helena, filloi avokati, a e njihni zotin Leandro Bastos? Po, u përgjigj ajo qetë. Në çfarë rrethanash? Ai erdhi tek unë para 2 javësh me një propozim shumë të çuditshëm. Leandro u zbeh menjëherë. Çfarë propozimi? Pyeti gjykatësi. Ai më ofroi para që të gënjeja për Bruna Vasconcelos, të thosha se ajo kishte braktisur nënën e sëmurë në spital. Një murmurim përshkoi sallën. Dhe çfarë bëtë ju? Vazhdoi avokati. Refuzova. Bruna është një nga vajzat më të përkushtuara që kam parë. Ajo vjen çdo ditë. Kujdeset për nënën me dashuri. Nuk ka munguar kurrë. Gjykatësi e pa Leandron me sy të ftohtë. A keni ndonjë shpjegim? Leandro u përpoq të fliste, por fjalët i ngecën. Unë vetëm po përpiqesha të mbroja nipin tim. Duke u përpjekur të korruptoni një dëshmitare, ndërhyri gjykatësi. Kërkesa juaj refuzohet. Do të nis hetim për tentativë rishfeti. Çekiçi goditi tryezën. Vendimi ishte marrë. Vicente ndjeu një lehtësim të madh, por pa humbur kohë. Sapo seanca përfundoi, ai doli me vrap nga gjykata dhe telefonoi ndihmësen e tij. Gjeje menjëherë spitalin ku është nëna e Brunës. Është urgjente. Ai nga u makinën si i çmendur, me mendjen vetëm te Rauli që çante çdo natë dhe te Bruna që ishte larguar për shkak të frikës së tij. Kur arriti në spital, vrapoi në korridor. Përmes dritares së derës pa Brunën ulur pranë shtratit, duke mbajtur dorën e nënës së saj të dobët. Trokitja e tij e lehtë e bëri të ngrinte kokën. Zotëri Vicente? Çfarë bëni këtu? Si shkoi seanca? Fituam, tha ai me frym të shkurtër. Leandro u demaskua. Gjykatësi e hodhi poshtë gjithçka. Ajo mbeti pa fjalë. Dhe kam ardhur të kërkoj falje, vazhdoi ai. Isha frikacak. Duhej të luftoja për ty në vend të kësaj, të lash të ikje. Ajo uli syt. Ju bëta atë që menduat se ishte më e mira për Raulin. Jo, tha ai. Bëra atë që ishte më e lehta për mua. Dhe lëndova 2 njerëzit që dua më shumë. Ajo e pa e habitur. 2? Po. Djalin tim dhe ty. Heshtja mbushi dhomën. Pastaj ai shtoi me zë të ulët, jam dashuruar me ty, Bruna. Jo si punëdhënës. Si burr. Lotët i rodhen në faqe. Para se të përgjigjej, dera u hap me forcë. Buna. Raul hyri me vrap dhe u hodh në krahët e saj. Ai qante nga gëzimi, duke e shtrënguar fort sikur kishte frikë se do ta humbiste përsëri. Mos ik më, pëshpëriti ai. Bruna e përqafoi dhe qau bashkë me të. Vicente i pa dhe e kuptoi se nuk kishte më dyshime. Kjo ishte familja e tij. Dalva hapi syt nga dal dhe buzëqeshi. Mos e lini dashurin të ikë, tha me zë të dobët. Jeta është e shkurtër. Vicente u ul pranë shtratit. Premtoi se do të kujdesem për Brunën dhe do ta dua për gjithë jetën. Dhe dua që ju të vini të jetoni me ne. Raul duar trokiti. Gjyshja vjen shtëpi. Bruna qeshi mes lotësh. Pak më vonë, Vicente i kërkoi të martohej me të. Djali i bërtiti i lumtur duke duar trokitur. Ajo tha po, me zemrën plot. Muaj më vonë, ata u martuan në një ceremoni të thjeshtë. Shtëpia u mbush me dritë, me zëra dhe të qeshura. Raul flinte i qetë çdo natë duke mbajtur dorën e Brunës. Një natë ai u zgjua i frikësuar. Buna nuk ikën më, apo jo? As pak, i tha ajo duke e puthur në ball. Jam mami yt për gjithmonë. Ai buzëqeshi dhe u kthye në gjumë. Dhe aty ku dikur kishte vetëm heshtje, tani kishte dashuri. Jo sepse ishte familje e pasur, por sepse kishin mësuar se gjëja më e çmuar në botë është një zemër që zgjedh të qëndrojë.